Besoj që mjaftueshëm e kemi sqaru pozicionin tonë, pozicioni ynë është shumë i qartë nga fillimi. Ne kemi kryer obligimet tona kushtetuese, sepse jemi fitues të zgjedhjeve dhe neve na takon propozimi i kandidatit. Dhe kemi bërë propozimin, nuk është votuar disa herë. Është kërkuar zgjidhje, kemi ofruar një alternativë, që është votimi i fshehtë. Dhe pastaj është propozuar kjo metodë e zgjedhjes. Tashmë janë bërë 17-18 përpjekje për ta themeluar këtë komision për votim të fshehtë, të cilën po e refuzon opozita. Pra ne edhe i kemi kryer obligimet tona kushtetuese për ta propozuar kandidatin, edhe kemi ofruar zgjidhje të tjera për ta deri tani përfundim i duhur për dalë nga kjo krizë. Mirë po, refuzimi i opozitës për ta votuar këtë komision fillimisht është shkelje e kushtetutës, sepse gjykata kushtetuese ka thënë që të gjithë duhet të marrin pjesë në votim. Opozita duke mos votuar këtë komision, duke mos marrë pjesë në votim, fillimisht po e shkel kushtetutën, por pastaj edhe po e pamundson zgjidhjen dhe daljen nga kjo krizë. Veprime keni bërë për këtë shkelje që ata po pretendojnë që e kanë bërë? Tani më kemi një rast në gjykatë kushtetuese, të cilën e kanë dërguar partitë e opozitës. Duhet ta presim edhe mendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas mendimit tonë, votimi i fshehtë është i paraparë dhe me aktgjykimin e vitit 2014, po duhet të konfirmohet në mënyrë që të dalim nga ky ngërç dhe të vazhdojmë me këtë procedurë. Pastaj është çështja e votave. Nëse në votim të fshehtë i kemi votat, vazhdojmë tutje. Nuk i kemi, vazhdojmë me zgjedhje të tjera. Pra duhet të dalim ta presim edhe këtë aktgjykim të gjykatës. Ta respektoni çfarë do vendimi që del nga gjykata? Natyrisht që duhet të respektohet vendimi. Është kundër jush. Cila do zgjidhje që ofron dalje nga ky ngërç duhet të jetë një udhëzim i mirë për të gjithë ne për dalë nga kjo situatë. Jeni përmend si kandidat potencial për Prishtinën, është konventshëm me garu në rast se vetvendosja ashtu? Tashmë vetvendosja ka nisë shpalosjen e kandidatëve të saj për zgjedhjet komunale. Kemi nisë me komunat ku veç i kemi kryetar tanë në qeverisje, është çështje diskutimeve të brendshme, nuk kemi vendime përfundimtare. Unë sot jam në këtë detyrë që kam, jam pjesë e një ekipi dhe besoj që këto vendime mirën nga institucionet, nga organet televizive dhe vendosje, duhet të respektojmë ato vendime të përbashkëta, nuk kemi vendim deri në këtë moment për kandidaturën për komunën e Prishtinës. Ta kemi presidentes me lider të partive për çështjen e zgjedhjeve lokale. A mendoni që kanë menaxhon zgjedhjet lokale të tentuar me kriju kuvende? Ne duhet të bëjmë gjithçka, të gjithë së bashku, ashtu siç e thot edhe aktgjykimi kushtetuesës, ashtu edhe çysh është ligji. Konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e të gjithë deputetëve, pra e të 120 deputetëve, dhe duhet të thirremi në arsye, në ligje, në kushtetutë dhe ta marrim këtë përgjegjësi të gjithë barabartë që të dalim nga ky ngërç ku jemi sot, ndërsa në momentin që konstituohet kuvendi, e mira është fillojnë afatet, sepse atëherë fillon diskutimi, atëherë fillojnë diskutimet për koalicione dhe ato kanë afate. Por duhet dalim nga kjo çështje që është konstituimi i kuvendit, e që është përgjegjësia të gjithë deputetëve, pastaj fituesi i ka 15 ditë dhe e ka afatin. Nëse nuk mund ta formojë, mund ta kenë të drejtën edhe të tjerët që kanë mundësi të formojnë qeverinë e Kosovës.